Mirëmëngjes të dashur Birqapër, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebreje, që janë pak ndryshe nga to tarot, por për të sjellë lirësi tek ju, zgjodha sot këto. Letra quhet Gimel dhe do të thotë, shikoni të nisur sikur për një rrugë, që do thotë që gjithmonë e mendoj metaforike absolutisht. Kudo që mendoni të niseni, i keni të gjitha mjetet, veglat, resurset, apo të gjithat ato çfarë ju duhen të dashur, edhe pse nuk e dini aty çfarë po ju pret në atë rrugtim. Kjo do të thotë që rruga është e gjatë, por ti je apo ju jeni të përgatitur, mos prit që gjithçka të jetë e qartë. Fillo atë udhtim, fillo vepro çfarëdo që je duke dashur për të arritur. Në fakt, shpeshherë kjo letër simbolizon një udhtim shpirtëror, një lëvizje, liri, një besim. Është një ftesë për të lëvizur përpara, të dashur me guxim për çfarëdo që të jetë. Shpeshherë nuk i dim të gjitha përgjigjet, por i ke të gjitha mjetet me vete. Tani është çështje besimi dhe vendimi, të dashur. Mjafton të besosh dhe të ecësh aty ku dëshiron.